Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet udhëzuesi për një mirësi është si vepruesi i saj. Këtë hadith e ka përmend Sheikh Al-Albani në Sahih at-Tirmidhi. Në këtë hadith bëhet fjalë për atë person i cili dëshiron hajrin, mirësinë për të tjerët. Ai person është i cili udhëzon njerëzit për të bërë vepra të mira, apo i ndihmon ata për të arritur nevojat e tyre, apo i mëson atyre diturinë e dobishme, apo i këshillon ata kur kanë nevojë për një këshill, apo i ndihmon ata se si të dalin nga vështirësitë, apo i pengon ata që të mos dëmtojnë të tjerët, apo përmirëson për të pajtuar ndërmjet njerëzve, apo i tregon ndonjë vend pune dikujt për të kërkuar rizikun halal, apo i orienton bamirësit tek familjet në nevojë, apo urdhëron për të mirë dhe ndalon nga e keqja. Robërt e Allahut, bëhuni udhëzues për mirësi, betojmë në Allahun, do të jeni të shpërblyer nga Zoti i botrave, sikurse vetë ata që i veprojnë këto mirësi, pa u paksuar s'pak nga shpërblimi i tyre.